Pse duhet të pish çaj jeshil çdo natë para gjumit? Çaji jeshil para se të flesh është ndër pijet më të rekomanduar nga studimet për të bërë një gjumë të qetë dhe të shëndetshëm, por duhet të bëni kujdes që të zgjidhni çajin jeshil pa kafeinë. Edhe përzgjedhja e këtij lloji të çajit është mjaft e rëndësishme. Në këtë video do të rendisim arsyet kryesore të cilat tregojnë pse duhet të pini çaj përpara gjumit. Nga pothuajse të gjitha studimet e kryera në këtë drejtim ka rezultuar që çaji jeshil ndihmon në qetësimin e nervave dhe në gjendje relaksi, të dyja mjaft të rëndësishme për të bërë një gjumë të qetë të natës dhe për të qenë më energjik në mëngjes. Çaji jeshil do të përmirësojë metabolizmin. Studimet tregojnë se gjumi i qetë dhe i shëndetshëm ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në metabolizimin e trupit. Një sistem metabolik i shëndetshëm siguron një trup në formë më të mirë fizike dhe lëkurë të shëndetshme. Gjumi i rregullt dhe regjimi jo i plot mund të ndikojnë në shtimin e peshës sepse ngadalësojnë metabolizmin. Çaji jeshil para se të flesh siguron metabolizëm në një gjendje akoma dhe më optimale.